Në epokën e digitalizimit, Shqipëria po përpiqet fuqishëm të modernizohet duke ofruar për qytetarët e saj një gamë të gjerë shërbimesh online. Një nga mjetet kryesore në këtë proces është platforma teknologjike e-Albania, e cila që prej krijimit të saj është ndërruar në një urë lidhëse mes qytetarëve dhe institucioneve shtetërore. Por sa janë shërbimet që janë kryer në këtë platformë gjatë muajve të fundit dhe çfarë tregojnë statistikat zyrtare? Sipas të dhënave të publikuara nga vetë portali e-Albania, për 5 muajt e parë të vitit, disa shërbime kanë përjetuar rritje të ndjeshme, ndërsa disa të tjerë shënojnë sfida dhe rezultate më pak pozitive. Në veçanti kur flasim për transaksionet që lidhen me platformën qeveritare, vërej një ulje të dukshme. Numri i transaksioneve ka rënë nga 38 milion në muajin janar të këtij viti në rreth 33 milion në maj. Muaji prill shënoi një rritje të rëndësishme me plot 37 milion transaksione të realizuara, duke treguar një aktivitet të gjallë në këtë periudhë, por u përcoll me një ulje në muajin maj. Një tjetër tregues që vjet re është rënja me rreth 38% e përdorimit të dokumenteve me vulje elektronike nga muaji në muaj. Nga ana tjetër, shërbimet elektronike të ofruara në platformë kanë pësuar një rritje të qëndrueshme, megjithëse minimale prej 0.7%. Ky tregues tregon se ka ende hapësirë për përmirësim dhe zgjerim të shërbimeve që ofrohen online. Në aspektin e përdoruesve ka lajme më optimiste. Numri të regjistruarve në platformë ka pasur një rritje të ndjeshme, duke shtuar në këtë periudhë 5 mujore rreth 47.000 përdorues të rinj. Jo vetëm kaq, por edhe numri i shërbimeve elektronike në përdorim ka pasur një rritje të ndjeshme, prej rreth 40%, duke kaluar nga 1.5 milion shërbime në 2.1 milion gjatë kësaj periudhe. Sa i përket përdoruesve unik, numri progresiv ka arritur tashmë në rreth 3.2 milion persona që kanë përdorur platformën në një moment të caktuar. Gjithashtu numri i personave që përdorin e-Albania përmes telefonave celular ka arritur në rreth 354.000, duke reflektuar tendencën globale të migrimit drejt përdorimit të shërbimeve përmes pajisjeve mobile që ofrojnë akses të shpejtë dhe të përshtatshëm në çdo kohë dhe vend. Dokumentet me vulje elektronike më të gjeneruara gjatë 5 mujorit janë certifikata personale, certifikata familjare dhe vërtetimi për pagimin e kontributeve për individin. Ndërkohë, shërbimet me numrin më të lartë janë vërtetim page, kontrolli për sigurimet shoqërore dhe kontrolli mjekësor bazë.